se sa ma shumë që helmohet zemra, ajo pasivizohet nga punët e mira. Sa ma e shëndosh dhe larg helmeve zemra, është ma aktive, ma nxitse, ma punëtore në punët e mira. Dhe helmi prej helmeve që i helmon zemrat e besimtarve musliman, njëni prej helmeve të nderuar vëllezër besimtar është ushqimi i tepërt dhe ushqimi jo halal. Çfarë po mendoni një njeri i cili nuk han halal, nuk pin halal dhe e tepron në ushqimin e tij? Çfarë po mendoni, a zemra e tij na ka me nxit për punë halalit? Qysh e ushqen atë copë mishi të vogël? Qysh e mban? Ajo që aty ka me të nxit, e ushqen me halal, ajo ka me të nxit për halal. E ushqen me haram, ajo ka me të nxit për haram. E rëndon, e lëndon, e mundon me ushqim të tepërt. Qysh po e teprojmë shumica? Sepse është bo smundje e këtij shekulli, smundje e globit, e krejt njerëzimit, qofshin musliman apo jo musliman, mbi pesha obeziteti. Dhe për para, shumë normale ka qenë me dhonë pare, me shpenzue, për me hangër, për me majtë shëndetin. Ndërsa tash paret e mdhaja po ipen edhe për me teprue, e pastaj edhe për me shërue trupin. Edhe normal që mjekësia bashkohore këtu po del mas miri, sepse me ta qelë këtu pak lukthin, me ta ngushtu, me ta shtërngu, me të shti një fa plastike, me të shti ato, me të shti këto, po s'ka nevoj. Po ku është problemi, defekti? Pa keq kuptime se këtu po shoh edhe mjek, e ndoshta ka edhe të tjerë në përkate të tjera. S'ki nevojë mu drejtu te mjek hiç. Pse? Se ta ka dhënë Allahu udhëzimin, se me marrën e te mjek udhëzimin me shku me qel barkun. E ku me marr? Merret e Zoti. Çka ka thonë Zoti? Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hani, pini, mos e teprani se Allahu nuk i don mastrafgjinjet. Ata që e teprojnë, ata që i bojnë masraf, Allahu si. Andaj, a do të me hangër pa tjetër? Disa kafshat do të me hangër, se duhet me punue, duhet me jetue. Por nëse duhet disa kafshat, atëherë ai lukthi njeriu është në 3 pjesë. Një pjesë e mbush me ushqim. Një pjesë e lën për pije, ujë mas pari, pastaj edhe lëngje. Dhe një pjesë e lën thatë për frymarrje. Të na jo 3 pjesë, po 30 pjesë me i pas barku, na ja gjojna venin me mush. Jo paragjella, jo sallata, jo sosa, jo lëngin nxehti ftohtë e maze, speca djegëset pas djegëset turshie, jo turshie ku ta dione. Mushet, pastaj i kthehet kujt? Asaj që po i thojnë pjata kryesore, një 3 lloj mishnash apo 4 lloj mishnash, edhe me mujt tani nai peshk, pastaj çka i kthehet edhe brumeve të ndryshme, e ombelsina, e pijet gazume, pastaj vallahi ka shu trupi këtë, hiç diçka s'po më shumë më fal. Po normal se e ke myt, e ke lodh, s'ka fuqimo. Krejt atin që ishë rekshtë, tak, me nxe, ato arterjet dhe damartë që e furnizojnë zemrën, me nxe qarkullojnë. Andaj, keni kujdes, mos shpenzoni shumë në ushqim, mos shpenzoni shumë, sepse shpenzimi tepërt e helmon zemrën, ushqimi tepërt e helmon zemrën. Ky është helmi i parë i zemrës. Helmi i dytë i zemrës është me fol shumë. Helmohet zemra kur njeriu, kur besimtari musliman flet shumë. Ai që flet shumë, ai gabon shumë. Ai që flet pak, ai gabon pak. E ai që s'flet kur, veç kur është nevoja edhe pyet dikush, ai mas pakti gabon. Andaj bëno atraktiv. Bëno atraktiv që mi tërhiq njerëzit, jeti me fol sikur ata nxënësat që s'mësojnë e vullnetar. Në çdo pyetje që e bën profesori, ai dorën nalt, so thot dikun pi qelloj, po mos e çobret gjithë dorën, hajt se dikun na shtat qelloj, edhe kë. Vën e pa vën, fol me fëmijë, fol me gra, fol me trije, fol me pleqe, fol me plake, fol me intelektuale, me të shkollume, pa të shkollume, se nashta e ke pa dikush në tëna profilet në gjitet. Sidomos në popullin ton, na çka do që të flasëm që tash edhe me fol për që nxehtësinë e madhe, dikush e ka një ide. Jo s'ka pas si nxehti. Qysh për s'ka pas si nxehti, ku pe dinte? Po çashtu po thojnë portalet. Ato portalet hajgare po bojnë,
Zdi sa mi vjetë e ka lëzun që s'kish pasin zeti. Ka pas mëre, para 3-4 vjetë që shtu ka qenë. Kërë në kondi diqka, po njerëzit që shtu veç ishtin hund ven e pa ven. Flasin për gjanat që nuk ju përkasin, flasin për gjanat që nuk ju interesojnë, flasin për gjanat e pa dobishme. Sa ma shumë që i fol gjanat kota, zemra rënohet edhe helmohet. Edhe pastaj, qka prodhon kjo? Apo e shifni tash në kohën bashkohore, qka flasin njerëzit për politik, i madh i vogël. Kajt. Vesh një pjesë da opozita, një pjesë opozita, këtu në mes na nuk lom kërkon, se na s'kemi qef me kon drejt. Ja do të mja mojt një nëson knena, ja kësaj anës, jo mëre, ja manë anën këtyne kur janë hak, ja manë anën tjetër këtyne kur janë hak, a mu jetë çdo herë vesh njënën barë njënën zi, se s'jën vetëm 2 ngjyra vllazën, qëri sa ngjyrat i ka kriju Allahu te bareke ve taala. Edhe pastaj shka, më fali me të regu e vica hajgare, tash kanë dalë edhe emisione televizive, më fali të pesta, të ndyta, wallahi, marrë është ato me i lëshu dikush për i muslimanve. Disa për ty, marrë është. Po dhe dikush, ja thminë zbën me i, mare, na nuk bën me i pa, na nuk bën me i dëgju, mare. Edhe pastaj, qka që ato i dëgjën atje, ti kalzanaj, që po mi kalzën bre vla? E po të shi pak me kesh i marrën e vetë, s'kiti nevoj me rana, me mashtime, me fjallë në dyta, me fjallë të pesta. E sa gjana i shifni në për rrjetet sociale, gjana të kota, e pastaj njerëzit që ato, i transmitojnë, i shtojnë, i paksojnë, i hjeshojnë e ku ta djone. Andaj të nderua vëllezër, nëse duhet me folë, qysh ka thonë pejgamberi s.a.s. Men kane yu'minu billahi, falyaqul khairan aw liyasmut. Kush e beson Allahun, edhe ditën e gjykimit, le të flas mirë ose le të heqt. Nëse din me fol mirë. Po nuk din me fol mirë, hesht Allah. Hesht se Arabët e vjetër kanë thonë, të folurit është nga argjendi, heshtja është nga ari. Pra mos e merr argjendin, po merr arin se ka dallim shumë. Dhe të folurit e shumt e lodh edhe helmon zemrën edhe çka të bën të padobishëm. Në shoqni edhe të bën jo njëri i kërkuar në nej. Pse se si të hesh aty e din që kimi fol shumë, kimi aprish mohabetin. E kur të fol shumë tani edhe do të më rrejt, kur të fol shumë do të më përgojue, kur të fol shumë do të më bëj thashë thënë, kur të fol shumë do të më tregue gjëra jo të mira, e kështu me radhë, kështu me radhë. Helmi i tretë që e helmon zemrën të nderuar vëllezër është gjumi i tepërt edhe në kohë të paduhur, në kohën jo të nevojshme. Apo e shifni që është na ka që rregullu programi krejt. Apo e shifni, është bo shumë normale, jo veç këtë verë, po edhe verat e kalume, po edhe stin të tjera, që në ora 23, apo edhe në mes natës, me dalë, me ushëtit, me dalë me hangër, me pi, me ble, pse, po thëjnë, jeta dinamike, shumë gjallëni kryeqyteti Prishtina. E ku kam rri Prishtina me metropole tjera? Shkonin metropole tjera, shikonin në ora 21, 22, 23, s'ka. Ku jënë mëre njerëzit? Po flejnë se kanë me uzun me nëgjes. Ti shikon muslimane me falë sabah. Se sa mirë bien, sa heret bien, ato ditë e punës kur i kanë. Sa me ko bien, se me uzun me shku në punë. Na para punës e kem një punë, qka ndaj kryusit. Para asaj punës që kem për kryesat, do të punën për kryusin sabahën. Hen sabah, apo mundemi me u falë, jo. Qash në u ka rëndu sabah i vlazni, disa prej vlazëre po pyesin, po gjinderuar, a bën ta falim namazin e sabahut në pijame? Që i bre burri më falë në pijame, që i të thonë bre? Qërë që ta qunat e vogël, që aty ka 7 vjet, 6 vjet, 50, ta me bukit pyetje me venësht, ban me falë ata. A mo të alamet burri, 1,90, e 100 kilogram, e një farë, koqa një farë, i zhvillu në muskujt këto, e s'po mënesh me hik pijame ti dëpt. Pse? Se ka nejt natën, s'ka flejt me ko, e pastaj, kur zgjohen ditën në për puna, në për rrugë, në vaz, buria, cfirenat, zhurum, të lovin semafora, hin të kuqen. Qysh marrë hin të kuqen? E di që është haram me hin të kuqen, mërë vëlla. E di që është haram. Jo se pas në ditë, ani mësëje, se kejtë për i dim, veç i këtë kamet për mësue. Pse se penzo orarin e punës, penzo terminin. Andaj, mos i helmani zemrën me pa gjumësi, apo me gjumë të tepër sikur dikush. Jo po i kompenzoj, atë po i bën kazato ditë që s'ka flajt, e që tash i kam një javë pushim, që tash ka 12 orë po flaj, au knaqe. Vallahi s'u knaqe.
Kur nuk është produktiv i suksesshëm njeriu që flet shumë. Ai që flen me orar caktuar 4-5 orë, amo i bën natën 4-5 orë, e jo ditën. Pastaj të nderuar vëllezër, prej helmeve të zemrës është shikimi i tepërt në gjëra të ndaluara. Na si popull pak jemi interesant, shumë interesohemi për punët e huaja. O vllazni, e kam thonë sa herë, na veç punë tona me i shiku, me i këshyr punët e tona që të na kanë ardhur. Çka ka nevojë me ditë këtë xhamati, kush ka povozit, ka lejnë i kerri mirë shtrajt, sa bone këni shëni, kush e bleti, ku e bleti, çush e bleti, po çfarë po të intereson më vëllai çush e bleti. E më interesant anaj me shkue edhe me reklamu me dalë qysh po dalin këto ditë, këta çunat e ri. Kjo është, do me thonë, njëri i paft, kur vetë s'ka aftësi, me dalë në qendër të vëmendjes, del me heka, me tenesh, aty e reklamon vetën. Ai tjetër e merr një kali, ky tjetër e merr një qen, ai tjetër e merr një moc, edhe me dalë tash pak. Dikush e merr një gjel, një knus, ishtin më hongër aty me ron qendër të vëmendjes. Po t'ja me heka po mburresha, a me kafsha, ti me të arritur tua, si ka dhënë Zoti, që ato tregoj. Andaj pra, keni kujdes. Jemi në sezonën më të ndjeshme, kur shikimi duhet tjetë në kontrol non-stop, sepse ka të shikojsh, po përballesh ka njëherë me harame. Andaj runë e shikimi, se shikimi e kemi thonë, po e themi prapë që kanë thonë ulemaja, është që gjetë e helmume, si të shikoj në haram, në zemër tim, trak, të helmuat zemra, pastaj edhe trupi, edhe dal nga dal, shka e lëshon krejt. Runë e shikimin, edhe nëse do të me shiku vetëm ato që është pa tjetër,